Do të ndjekim tani një konferencë të përbashkët për shtyp të presidentit të Republikës Bayram Begaj dhe homologës e tij në Maqedoninë e Veriut në një vizitë zyrtare që ai ndodhet antje. Ndjekim. Takimin e përbashkët me delegacionin e Shqipërisë dhe përfaqësuesit nga kabineti im. Mua gjithmonë më gëzojnë takimet me zotëriun Begaj. Edhe pse ai për nga vokacioni është mjek, ndërsa unë jam juriste, ne të dy jemi profesor dhe më së shpeshti ne bisedojmë për gjërat të cilat janë të rëndësishme për botën, për parimet dhe vlerat, për shkak se këto janë çështje filozofike. Pra, ishte një nder dhe kënaqësi për mua ta mirëpres dhe t'i dëshiroj mirëseardhje presidentit Bayram Begaj. Kjo vizitë paraqet edhe një konfirmim për marrëdhëniet e shkëlqyeshme miqësore, ndërsa marrëdhëniet të mrekullueshme miqësore ndërtohen vetëm nëpërmjet respektit të ndërsjell, besimit, partneritetit dhe vizionit të përbashkët për ardhmërinë evropiane, por edhe për botën. Thuaj se s'kishte çështje për të cilën nuk shkëmbyem qëndrime. Kuptohet, dialogu ynë politik është dialog i bazuar në qasje të hapur dhe mirëkuptim. Gjithmonë ndërmjet fqinjve ka çështje të cilat meritojnë vëmendje të posaçme. Megjithatë, një gjë është e qartë, ne nuk kemi çështje dhe konteste të hapura. Kur nuk keni konteste të hapura, keni bazën për bashkëpunim në të gjitha fushat. Edhe pse statusi i presidentit të Shqipërisë dhe i statusi im kryesisht është i natyrës ceremoniale, ne nuk kemi relevancë në sferën e ekonomisë për shkak se ne i përfaqësojmë qytetarët brenda shtetit dhe jashtë shtetit dhe mbajmë llogari për progresin e të dyja shteteve. Edhe një herë sot, krahas çështjes së progresit, theksuam që ka hapësirë për rritjen e shkëmbimit tregtar dhe të investimeve. Ekziston potencial dhe material i pashfrytzuar ndërmjet biznes komuniteteve, kjo duhet të valorizohet. Nevojitet aktiviteti përbashkët i ndërsjell infrastrukturore, si dhe lidhje e ndërsjell infrastrukturore, duhet të lehtësojnë procedurat nëpërmjet bashkëpunimit te kufitar. Këtu, siç e dini, shembull i mirë janë bashkëpunimi i territorive të përgjithshme doganore të dy shteteve tona, të cilat gjejnë zgjidhje për zhvillimin e papenguar të transportit për shkak të blokadës në kalimin kufitar Qaftan me rikallëzimin nëpër bllak. Ndër tema tjera kryesore është edhe tema që ka të bëjë me perspektivën evropiane. Ajo është më afër Shqipërisë tani. Unë megjithatë në çdo takim shpreh kënaqësinë time për këtë. Për sa i përket hapërimit të Shqipërisë dhe Malit të Zi, unë shoh hapa evropian edhe për gjithë Ballkanin Perëndimor. Kuptohet që fort jemi të përcaktuar dhe determinuar për bashkimin evropian. Antarësimi realizohet me reforma, veçanërisht me sundimin e së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe fuqizimin e institucioneve demokratike. Këtu gjithashtu kemi konsensus se kjo është diçka që nuk ndërlidhet vetëm me kriteret e Kopenhagës, por edhe me evropeizimin ton. Një gjë tjetër që gjithashtu dua të theksoj është që edhe përsëri e theksova, bilateralizimi i eurointegrimit nuk do të jetë një shembull i vetmuar, dhe se
seriozisht duhet të sillen dhe veprojnë antarët e Bashkimit Evropian përsa i përket kësaj, të parandalojnë këtë dhe se futja e çështjeve të identitetit në agjendë dhe çështjeve historike, krejt kjo vetëm do të komplikojë dhe ndërlikojë më tepër procesin e aderimit të vendeve të cilat natyrshëm, gjeografikisht, historikisht dhe në aspektin kulturor përkasin e Evropë, por ende nuk janë vende antare të BE-s. Ne të dy besojmë që nuk ka investim më të madh në stabilitetin e Ballkanit Perëndimor se sa antarësimi jonë në BE. E kemi të qartë faktin që për momentin ajo që është më e rëndësishmja në këtë botë të pasigurive është lidhja e dy anshme e politikës së dy anshme dhe të ndërsjellë të aspektit të politikës së jashtme dhe të sigurisë mes Bashkimit Evropian dhe vendeve, kjo na bën edhe më rezistent. Në aspekt kemi bashkëpunim të i shkëlqyeshëm duke pasur parasysh sfidat globale. Partneriteti jonë në NATO është me vlerë dhe rëndësi shumë të madhe. Gjithmonë kemi dhënë dhe do të vazhdojmë të japim kontribut të përbashkët në mbrojtjen e paqes, jo vetëm atë paqes në nivel rajonal, por edhe më gjerë. Kësaj here ose në këtë vizitë është përfshirë dhe është bashkëngjitur edhe rektori i Universitetit të Shqipërisë. Dhe ky është një manovër i shkëlqyeshëm, do të thotë dorë e zgjatur për bashkëpunim në sferën e arsimit dhe shkencës. Ne jemi të bindur që lidhshmëria ndërmjet institucioneve akademike, por edhe institucioneve kulturore do të kontribuojë për mirëkuptim shumë më të thellë të ndërsjellë dhe miqësi afatgjatë ndërmjet dy popujve. Kuptohet një urrë e rëndësishme në bashkëpunimin është pakica etnike në Republikën e Shqipërisë, mirë po edhe për zoti Begaj është statusi i shqiptarëve tek ne. Kuptohet, të dyja shtetet në frymën e konventës Kornis për mbrojtjen e të drejtave të pakicave dhe në frymën e akteve tjera që kanë të bëjnë me mbrojtjen janë gjithmonë në dispozicion dhe të hapur për bashkëpunim. Në fund dua të them vetëm një fjali para gjithjush të falenderoj për vizitën zotëriun Begaj, të theksoj që ky takim i sotëm për mua është një stimulim dhe nxitje shtesë për bashkëpunim edhe më intensiv bilateral, dhe sa është një investim shtesë në thellimin e miqësisë dhe përkrahjes së ndërsjellë. Ju falenderit. Falenderit presidente, e lus presidentin Begaj të merr fjalën. Urdhroni.